liru. Atëre, këto janë bocetet, 4 vilajetet propozuan si do jetë flamuri. Rreth viteve 11, para se të vinte 12-ta, dhe u hodhën, domethënë, në short, kush do bëj flamuri, kush do ishte flamuri i Shqipërisë, dhe u bën disa bocete dhe u propozuan. Shumë, ky këtu si flamur është ky ka përfaqësuar, ka qenë i vetmi flamur që është ngritur në 1912 nga batalioni i Mallakastrës. Ata u mblodhën për të luftuar në jug kundra grekëve, që kishin marrë territoret shqiptare, dhe në fund pasaj u zgjodh Shqiponjën dy krenare që ky flamur që ka edhe yllin lart, po që nuk është yll komunist, po që origjinali ka qenë me yll. Me dy kurora. Yllin e dy kurorat. Po. Më pas u hoqën këto të treja, mbeti vetëm Shqiponja. Mbeti Shqiponja, pastaj në 45-ën u shtua një yll, po që ishte ylli komunist, tani është hequr.